Me që fusha na emocionon, këtë herë futbollistët e kombëtares shqiptare mund të japin asistin e tyre në qendrat e votimit. Nuk bëhet fjalë për ndonjë ndeshje eliminatore, por për kampionatin e madh të zgjedhjeve. Dhe si gjithmonë atë këtu skuadra është e shpërndarë si formacioni një trajneri që ka vendosur të luajë me titullar të improvizuar me flet votimi. Armando Broja, Ivan Balliu, Yasir Hasani dhe Mirlin Taku votojnë në Liceun Artistik të Tiranës. Duket se me gjithë golat e tyre artistik, dikush ka vendosur që është koha t'i shohim edhe si tenor të demokracisë. Thonë që Daku duke jap një autograf një pianoje që i kujtoi zërin e trajnerit kur bërtet në stuli. Balliu, që zakonisht shpërndan topa në krah, këtë herë pritet të shpërndajë ndonjë buzëqeshje në kabinën e votimit. Të katërt futbollistët janë të regjistruar për të votuar në Tiranë, ndonse nuk dihet nëse ata do ta ushtrojnë të drejtën e votës për shkak të angazhimeve me klubet e tyre. Qazim Laçi duhet të udhëtojë drejt Dibrës aty ku është i regjistruar. Si gjithmonë Laçi nuk harron origjinën dhe votën e jep aty ku ka nisur edhe rrugëtimin e tij jetësor. Kush e di, ndoshta pas votimit ndalet edhe për një pjatë jufka shtëpie. Keiti Bare, me zvushori energjik, po ashtu voton në Fier, vendlindjen e tij. Me stilin e tij luftarak, nuk përjashtohet që nëse radha është e gjatë e qendra votimit, ai ta trajtojë si një duel për topin në mesfush. Thomas Trakosha për çudi nuk do të votojë në stadium por në dërmi. Kjo është prova përfundimtare që edhe portierët ka nevojë për relaks politik. Diku mes detit, Trakosha pritet të bëjë një pritje para kutisë së votimit. Trajneri kombëtares shqiptare Silvinho dhe ndihmësit e tij Pablo Zabaleta dhe Doriva. Këtë fundjavë nuk do të ndjekin ndonjë analizë teknike apo seancë stërvitore, por kanë mundësinë për të qenë të pranishëm në Lushnjë, aty ku janë të regjistruar për të votuar. Pas marrjes në shtetësisë shqiptare, dy brazilianët e famshëm të Argjentinës si Zabaleta, me një karrierë të pasur në futbollin botror, mund të ushtrojnë të drejtën e tyre. Lushnja, ndoshta për herë të parë në historinë e saj zgjedhore, do të presë 3 lojtarë të Brazilit dhe Argjentinës që kanë mundësinë të kontribuojnë për Shqipërinë, jo vetëm në sport, por edhe në procesin demokratik. Nga Maracana në Roza Haxhiu, rruga mund t'i çojë në një kabinë votimi ku nuk ka varë, por gjithsesi ka përgjegjësi. Trajneri Silvinho gjithmonë me një buzëqeshje në fytyrë thuhet se ka studiuar dhe fletën e votimit me aq kujdes sa formacionin për ndeshjet kualifikuese. Zabaleta që dikur përplasi me Messi në stërvitje, tani përgatitet të përplaset me radhën e votuesve lushnjar, ndërsa Doriva që në mesfush ka bërë kilometra pafund, këtë herë mjaftohet me disa hapa deri te kutia e votimit. Për rastësi ose thjesht shqiptarizim të bukur, një nga shtyllat e kombëtares, Berat Gjimshiti, do të votojë në shkollën Kongresi Lushnjës në Tiranë. Duket se Lushnja në një mënyrë apo tjetër ka gjetur mënyrën për të mbledhur fuqizinë e saj, qoftë në Lushnjë vet, qoftë në emër në shkollat e kryeqytetit. Gjimshiti, lideri i mbrojtjes, njihet për qetësinë dhe maturinë e tij, cilësi që i shkojnë përshtat dhe në kabinën e votimit. Këtë herë nuk ka për të ndërprerë ndonjë aksion sulmues, por thjesht do të shënojë në flet me stilin e tij të qartë të saktë. E vetmja pyetje që mbetet është, a do ta hedhin votën me këmbë të majt apo të djathtë?